Vendi i takimit ishte bufe i Liria. Jam i sigurt për këtë. Nuk vërtite kot Niko Rras aty. Megjithatë s'duhet ngushtuar artificialisht sfera veprimtarisë tyre. Ata kishin plot rrugë për të shkëmbyer sinjale me njëri tjetrin. Ndoshta edhe për të takuar me ndonjë person tjetër. Në rastin ton kemi të bëjmë vetëm me Niko Rrasën. Por atij nuk ju paraqit mundësia e takimit. Ishte bukur shejtanka. Vishe shumë mirë. A ka patur njëri jashtë shtetit? Njerëzit thoshin se plaçkat e sillte i vllai. Nuk e dini çfarë shteti jetonte. Për këtë ju ndihmon Thimi Dino. Ai kishte shoqëri me Veronikën. Kush është ky Thimi Dino? Revizor në port. Mirdita. Alo? Të kam thënë, do të mësohesh me ikët dhe ardhit e mia. Alo? Kapiteneria. Nuk kam kohë të tepër. Dhe unë jam në orarin e punës. Edhe 2 minuta shkon ora 3. Po të pres për jashtë. Alo? Shokullazi? Jam Alfredi. Ju flas nga dogana. Kam një problem të rëndësishëm për të biseduar. Sot në mëngjes më takoi Koço Bimo, berber në rojtoren speciale. Ishte i interesuar për një televizor që kishte ardhur nga jashtë. Më ofroi një shumë të madhe lekësh që ta tërhiqte patjetër sot. Unë dyshova. Me specialistin konstatuam se brenda në televizor ishte montuar një pjesë përbërëse që përdoret për radio të marrëse dhënëse. Alo. Kjo vrasje pa dyshim ka lidhje me televizion në doganës. A dihet se me kjo është takuar viktima para vrasjes? Berberi ka qenë jashtë kontrollit ton, por dje në mëngjes tek ai është shkruar Niko Rrasa. Ku ndodhet Nikoja? Sot është kthyer në Durrës nga ora 10. Ka qenë në Vlorë. Nuk dihet pse e bëri këtë udhtim. Mos kemi të bëjmë me një alibi? S'ma merr mendja. Dikush i ka informuar që në televizor u zbuloi një tranzistor për radio marrëse dhënëse. Po Elizabeta deri në çor ka qëndruar me Dajl. Deri në orën 22:55. Vrasja është kryer para orës 22. Krimi është bërë me thikë të elmuar. Ç'është kjo? Për ty pra? Sot mbush 25 vjeç. Faleminderit. Ku e gjete? Evës se kush ja dha. Kam porositur dhe një pulovër. Po gjetje te ke porositur? Jo. Pse? Do të më veshësh mendimin e kontrabandistëve? Eva nuk është e tillë. Megjithatë unë do t'ja kthej që nesër.
Jo. Më mirë pyete se kush e jep. Por para nëse. Ky është Lutfi Zhurba, peshkatar. Siç na njoftojnë shokët e Vlorës, këtë ka takuar Nikorrasa natën që u vra Berberi. Ka qenë ndaluar një herë, po është liruar për mungesë provash. Nga ajo kohë deri tani ka ndhenjur në heshtje. Siç duket, ata po reaktivizojnë gjithë grupin. Nesër daja e Rem do të largohet. E çfarë mendoni të bëjmë? Ta arrestojmë. E çdo nxjerrje nga kjo? Ai s'ka për treguar asgjë. Ta detyrojmë. Ne nuk kemi fakte të rëndësishme. Pastaj, ku e dim se ç'lidhje kanë brenda agjenturës? Ndoshta veprojnë në mënyrë të pavarur, pa e njohur mirë njëri tjetrin. Këtë në e ka treguar përvoja. Atëherë ta lëm të shkojë. Nuk është me pasojë. Ai mund të marrë me vete materiale komprometuese. Në qoftë se do të arrestojmë Dajin, armiku do t'i fshihte mirë këmbët dhe veprimtaria jonë do të ngushtohej shumë. Megjithatë, nesër do të vendosim në të ta lëmë Dajin të shkojë apo jo. Ky material u gjet në pakun e vakumave. Pra si shikoni këtu nuk ka asgjë të veçantë që të na interesojë. Mos kemi të bëjmë me ndonjë bllaf. Shikojnë edhe këtë, shef. Vrasi i Berberit duhet kërkuar në mes të këtij grupi. Asnjë nga këta që shohim nuk del të ketë marrë pjesë të krim. Atëherë në grup duhet veprojë dikush tjetër. Ky dublim Daç Alaman si më është dukur. Ja munduat të gjej arsyen, por I kam parë shumë herë këto foto. Siç janë disa gjeste që të bëjnë të dyshosh. Se këtu kemi të bëjmë jo me një dublim, por me një dyshe klasike, shef vartës. Pse duhet vinin të dy? Për të dhënë rëndësinë e duhur detyrës. Le të bëjmë disa deduksione të thjeshta. Fotografitë që I gjetëm Dajës na japin një farë gjeografie të veprimeve që mund të ndërmarrë agjentura. Elisabeta priti Dajën në Rem. Pranë tyre u pan televizin Niko dhe Lutfiu, I cili erë nga Vlora. Kjo hollësi duhet harruar, sepse vërteton se këtu mund të ndodhë diçka. Ardhja e Dajës dhe e Qelamanit nxiti reorganizimin e grupit. Vran Berberin për të mos u zbuluar. Duhet në shqetësoj edhe ky fakt. Itinerari Nikos në këtë kohë ka qenë nga magazina e portit tek rezerva shtetërore, ngarkon dhe shkarkon mallra. Me sa duket armiku ka për qëllim të godasë ekonominë tonë. Ashtu mendoj unë. Prandaj lam Dajin që të largohet, që grupi të veprojë, por nën kontrollin tonë. Po më ndjekin. Jam plagosur. Shpejt, pas me. Mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ha, si ndolli? E goditën mes rrugës dy njerëz pa njohur. Donte të bisedonte me ty. Tonja tjetër. Tonja tjetër. Mirë mbrëma. Ha, doktor. Është goditur me një sënd të fortë që ka rrëshqitur majtas.
Po mos u shqetësoni, se do t'i kaloj. Zemrën e ka të fortë. Më falni. Jam shok dhe komshi Qazimit. Po? Desha të bisedoj me ju. Rezultati i autopsisë? Po. Lutfi Zhurba nuk ka vdekur nga plaga në këmbë, por nga një thikë e helmuar. Shenjat e thikës dhe helmi janë të njëjtë me ato që shkaktuan vdekjen e Berberit. Kush është brasi? Nuk e dim. Mos deshe të thuash gjë? Duke patur parasysh të dhënat që morën brëm nga ushtria, agjentura mund të ketë dhënë udhëzim që ky aksion të quhet Vala 17. Ide interesante. U vërtetua se deficiti në magazin është i sajuar. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të dëmtojnë pronën socialiste, por të krijojnë panik dhe pasiguri. Shokolati, dikush do të bisedojmë ju. Le të hyj. Do me thënë, në hallin e hotelit kanë bërë edhe takimin e parë. Jam i mendimit të veproj me njëherë. Edhe unë ashtu mendoj. Të arrestohen të gjithë, duke filluar nga Danieli, por pa zhurmë. Unë e njoha që nuk ishte daja im. Por më joshi me disa peshtjeshe shumë të shtrenjta. Ti i ke dërguar mesazhe dhe porositë e darës Niko Rrasës. Kush është kryetari i grupit tuaj? Gjarpri. Por unë nuk e njoh. Nuk e kam parë asnjëherë. Kush është kryetari? Kryetari? Nuk e di. Nuk e njoh. Unë njoh vetëm Nikon dhe Elisabetën. Jam marrë vetëm me kontraband. Nuk di asgjë. Më premtuan para. Më besoni, unë nuk di asgjë gjë tjetër. Cili është qëllimi juaj? Nuk e di. Di vetëm që Nikolasa do të takojë me një ushtarak. Mos është ky Gjarpri? Nuk e di. Ndoshta. Vetëm një herë e kam parë me Nikon. Ai do t'u gjente armë dhe dinamit. Do t'hidhni në erë një objekt shumë të rëndësishëm. Po tjetër. Unë nuk di. Nuk di asgjë tjetër. Dinamiti ma kërkuan për gjotur peshk. Mos gënje. Kjo letër që s'arritet ta merrje, ishte për ty. Nga I merri uzimet. Unë njoh vetëm
Niko Rasën. Ku po çon Niko Rasa dinamitin? Alo. Po. Dëgjoj këtu. Të gjitha dosjet I nisen me njëherë hetusis. Qartë? Rezerve shtetërore. Rezerve shtetërore. Si më dëgjon, marrje. Ju dëgjoj mirë, marrje. Makina Zuk me targ UP 01062 të mos lejohet t'i afrohet objektit. Është ngarkuar me dinamit. Thimi Dino. Qarpri. Dimitino, të dalin dhe të tjerët nga makina. Gjergji. Ktheu mrapa.